Mirëmëngjes gjithë. Lavdi Zotit që jemi bashkë sa gëzim. E dim që për disa javësh tashmë kemi filluar një seri studimi për në lidhje me marrëdhëniet. Sa të rëndësishme janë ato. Disa tema në fakt të cilat ashtu siç do të shohim edhe sot nuk mësohen në media. Është të vërtetë se edhe mjaft kisha tema të tilla mbeten si tabu. Po këshilla e Zotit është shumë e rëndësishme dhe meriton një vëmendje të jashtëzakonshme. Prandaj, jo vetëm ju që jeni brezi i ri, për cilin e folëm më shumë javën që kaloi, do t'i cekim edhe sot disa gjëra të tjera. Po keni nevojë që të merrni këshillin e Zotit sa i takon fushës së marrëdhënieve. Edhe ne javën që kaloi folëm, ishte një kohë e mirë e cila ndihmon jo vetëm ata që dëshirojnë të dallojnë personin me cilin synojnë që të martohen, në rast se mendojnë kështu edhe synojnë kështu, por njëkohësisht është e vlefshme edhe për prindrit, gjithashtu që të këshillojnë fëmijët e tyre, të cilët janë drejt kësaj moshe apo janë në këtë periudhë që të shikojnë në dritën e Biblës se çfarë hapi duhet hedhin në vijimsi në lidhje me çështje të tilla të cilat janë kaq të rëndësishme. Ta dini që Zoti nuk qëndron në heshtje në lidhje me gjëra të tilla, përkundrazi, ka shumë për të na mësuar. Edhe me të vërtetë, qëllimi i Zotit për martesën nuk është një kontratë, le të them, kënaqësie apo përmbushje emocionale midis dy personave. Martesa nuk është një shpikje sociologjike, ashtu sikundër njerëzit e mendojnë, apo një evolucion kulturor, por është një institucion i themeluar nga Zoti, i krijuar nga Zoti. Edhe si i tillë meriton një vëmendje të jashtëzakonshme. Ne dimë që martesat, familja në fakt, përgjithësi në kohën ku ne jetojmë sot, është në krizë edhe martesat gjithashtu. Prandaj, sa e rëndësishme është që këshilla e Zotit të penetrojë brenda shpirtrave tanë, por njëkohësisht edhe ne ta shikojmë realitetin në dritën e fjalës Perëndis. Javën që kaloi, ne folëm se si Zoti e ka niveluar martesën në një nivel frymëror, edhe ky është një fakt. Ashtu sikundër ne jemi trup, frym edhe shpirt, jemi gjithashtu mish nga mishi i Krishtit nga kockat e tij, nga ana frymërore them. Edhe në këtë kuptim folëm gjatë në lidhje me këtë çështje, duke kuptuar që ashtu sikundër një djalë dhe një vajzë fillojnë të njohin njëri tjetrin. Fillojnë me anën frymërore, apo jo, ashtu siç njeriu është një trini brenda tij. Edhe fillojnë të krijojnë atë lloj intimiteti frymëror. Fillojnë të njihen me njëri tjetrin, edhe tregojnë ja se si Zoti ka mbushur jetën e tyre. Edhe ja se çfarë ka bërë Zoti, ja se sa i mirë është ai. Edhe fillojnë edhe të arrijnë në këtë lloj uniteti frymëror ndërkohë që e njohin njëri tjetrin. Edhe në fakt, sepse qëllimi i martesës ky do të jetë, për shembull që të japin lavdi Perëndis. Edhe nuk mund të japësh lavdi Perëndis nëse nuk krijon një lloj intimiteti frymëror me personin të cilin je duke u njohur. Zoti të marr lavdi. Amen. Ai mbush jetën tonë dhe ata fillojnë të ndajnë me njëri tjetrin, se si Zoti mbush jetën e tyre. Edhe bien në dashuri me njëri tjetrin. Më pas kalojnë atë fazën tjetër që ne e quajmë fejes, ku e marrin këtë lloj realiteti frymëror, edhe e çojnë në një nivel tjetër, apo jo. Fillojnë të ndajnë më shumë gjërat sa i përkasin shpirtit, edhe shpirti ka të bëjë me vullnetin, me mendimet, ka të bëjë me ndjenjat, ka të bëjë me emocionet, edhe fillojnë dhe ndajnë tani ëndrat e tyre, pasionet e tyre, frikrat e tyre, provat e tyre. Edhe këtë gjë e bëjnë duke qenë të hapur, koherent me njëri tjetrin. Edhe sigurisht që kjo është një periudhë që marrëdhënia e tyre shkon edhe më thellë. Edhe konkludohet pastaj vjen ajo që quhet martesa, ku mishi bashkohet me mishin, sikundër e kemi thënë, po martesa përfshin gjithë qenien e njerëzit. Frym, shpirt edhe trup. Pra, për këto gjëra folëm javën që kaloi, folëm për parimet se si mund të dallojmë një person, cilat janë ato red flags njëkohësisht që duhet i marrim konsiderat në lidhje me njerëzit. Pra, çfarë hapi duhet hedhim sipas dëshirës së Zotit, edhe t'i kalojmë në atë filtrin që fjala e Perëndis na e jep, edhe e jep me qëllim se cili mund të jetë ai person me cilin synoj që të martohem. Dakor, por nuk folëm për fejesën,
sepse në të vërtetë dhe fejesa është një pjesë e kësaj marrëdhënie. Dhe sot ne do të flasim për skenarët e marrëdhënieve. Kjo do të jetë edhe tema e mësimit për sotshëm, tema e predikimit për sot. Një fjalë për marrëdhëniet. Në fakt, pasi të dy janë gati në Zotin që të jetojnë dhe shërbejnë bashkë për lavdinë e Perëndisë, fejohen, edhe fejesa në vetvete ka qëllimin, por ka edhe kohën e saj. Në fakt, qëllimi i fejesës është që fejesa të vërë në provë çdo gjë. Te letra e parë Thesalonikat, apostulli Paul thotë që të gjitha i provoni të mirën, mbajeni. Jo që të keni për shembull 3 muaj kohë që të planifikoni për dasmën, nuk është kjo prova, nuk është kjo që do të provohemi tani 3 muaj derisa të bëhemi gati për dasmën. Jo, prova ka të bëjë më shumë që të luajnë rolet e martesës veç lidhjes fizike. Pra nëse nuk përshtaten, më mirë të ndaheni, do të jetë më pak e turshme, më pak e kushtueshme, është më lehtë të ndahesh në fejesë. Dakor, edhe të mos shkosh në martesë një hap më tej, sepse fejesa duhet të zgjasë derisa të plotësohet qëllimi që të vërë në sprov gjithçka. Dhe kjo nuk do të thotë që duhet të zgjasë pafundësisht, nuk diskutohet, por qëllimi i fejesës ky është, edhe të dy jetojnë të martuar veç si të martuar, në këtë kuptim, jo të martuar, si të martuar veç lidhjes fizike. Sigurisht, parimet e Biblës janë vërtet mrekullueshme, Zoti na jep mësime që tek Efezianët, kapitulli 5 dhe vargu 21, apostulli Paul thotë nënshtrojuni njëri tjetrit në frikën e Perëndisë. Çfarë bëni fejuari? Ai merr drejtimin. Tashmë flasin ata në lidhje me vendimet, në lidhje me financat, edhe sigurisht që kjo është një provë, një praktik për martesën që vjen më vonë, apo jo, ndërkohë që janë në kohën e fejesës. E fejuara duhet kërkojnë ndihmë shpirtërore, ndihmë frymërore nga i fejuari, jo nga të tjerët. Babai çfarë bën? Fillon të dorëzojë autoritetin edhe kontrollin e tij tek dhëndri, ai që do të vi, domethënë dhëndri, kjo është ideja, i fejuari fillon ta zbatojë, planifikon, vjen prioritetet, si kundër thash, flasin për financat, bisedojnë së bashku për planifikimet, i fejuari nuk është diktator, përkundrazi është drejtues dhe i nënshtruar edhe ai në druajtjen e Zotit, përndryshe si do të kenë një provë ata, si do të kalojnë provat, sa i takon martesës që do të vi më pas. Edhe problemet e shumta provojnë edhe lidhjen se sa e fortë është. Prandaj fejesa, ky është qëllimi i fejesës, që edhe të sprovojnë njëri tjetrin. Së bashku duhet të jenë objektiv për lidhjen, secili në mënyrë konkrete duhet marrë rolin e vet biblik dhe ta vënë në praktik. Sipas rolit në martesë. Pra duhet kërkojnë nga fjala e Perëndisë zgjidhjen e sfidave, zgjidhjen e vështirësive, çfarë thot Zoti, cila është këshilla e Perëndisë në lidhje me këto gjëra, të shërbejnë Zotit, të zgjidhin ndonjë konflikt që kanë, që të mësojnë se si të merren vesh me njëri tjetrin, ashtu siç thuhet tek libri i profetit Amos, që si mund të ecin bashkë dy veta nëse nuk merren vesh, nuk janë marrë vesh, në rast se nuk janë marrë vesh më parë, dhe rruga e vetme e ecjes tyre është së bashku për lavdinë e Perëndisë. Dashuria biblike nuk është nëse më do më jep, ky është egoizëm. E dim një gjë të tillë, duhet ta duan njëri tjetrin, ta ruajnë dashurinë deri në martesë. Mbaj mend për shembull një çift që në Bibël është më i njohuri ndër të gjithë në Dhjetën e Re, është Jozefi me Marin, apo jo. Edhe Jozefi e quan gruan e tij Marin, megjithse nuk ishin bashkuar në një intimitet bashkëshortor. Interesante. Dhe kjo tregon se sa serioze është një marrëdhënie e tillë në sytë e Zotit. Edhe ju thash, nëse gjërat nuk shkojnë mirë në fejesë, më mirë të ndahen në atë kohë. Dhe jo të shkojnë në divorc pas martese. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Jezusi me kishën, gjithashtu, le t'ua lexoja atë pasazhin, si thot Pali tek letra 2 të Korintësve, që ne jemi të fejuar fizikisht, të fejuar frymërisht, të fejuar, domethënë, ja ta lexojmë, le ta shohim si e thot Pali, thot osa do të dëshiroja që të duronit një marrëzi tek unë, por edhe më duroni, thot, sepse jam xheloz për ju me xhelozinë e Perëndisë. Shikoni si shprehet, sepse ju fejova me një burr të vetëm, që t'ju nxjerr para Krishtit si virgjëresh të lirë. Ende nga ana fizike, po them, ne jemi të fejuar me Krishtin derisa ai të vijë, apo jo, dhe të jemi për herë bashkë me të. Amen, siç përshkruan Bibla. Frymërisht, sigurisht ka ndodhur një martesë brenda nesh nga ana frymërore, fryma e tij e shenjtë është bërë një me frymën tonë, por ende jemi
të fejuar në kuptimin që kur ai të vi fizikisht edhe kisha do të jetë bashkë me të. Ky është premtimi i Zotit, që ai na jep në fjalën e tij, në fjalën e Perëndis. Edhe do të ndodhë ajo që quhet dasma e qengjit, edhe ju e dini se si do të jetë nga ana doktrinare. Po sot përveç kësaj teme do të flasim gjithashtu për këto tema të tjera që fliten në fjalën e Perëndis sa u takon fushës marrëdhënieve. Do të cekim sot, ashtu si Pali përmend temën e jo vetëm të pamartuarve, por të njerëzve që janë ose të grave të veja, apo burrave të ve, të njerëzve që janë, si thuash, të pamartuar, për cilët do të flasim, për divorcin do të flasim gjithashtu, për martesën do të flasim, pra për gjitha këto kategorie, dhe nuk duaj që të le të them të paragjykojmë asnjërin prej këtyre kategorive, por më tepër të shikojmë dhe të themi cila është, të mendojmë dhe të mësojmë në lidhje me këtë gjë, cila është mendja e Zotit, çfarë dëshiron Zoti që ne të dimë në lidhje me këto çështje. Para se të fillojmë, a mund të lutemi pak bashkë, besoj se kemi nevojë të gjithë. Le të lutemi. Ua të faleminderit për këtë ditë, faleminderit për fjalën tënde. Lutem që të na mbushësh me frymën tënde sot, o Zot. Ndërkohë që sot disim këto gjëra nga fjala jote, le të jenë pjesë e jetës tonë, jo thjesht t'i shikojmë me sytë tanë frymëror, Zot, por t'i jetojmë në praktik. Lutem që të na hapësh zemrat sot, e ta pranojmë fjalën tënde ashtu siç është. Të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus. Amen. Cila është mendja e Zotit në lidhje me këtë çështje? Ju kujtoj që kisha e Korintit ishte një kishë relativisht e re, sapo themeluar, edhe po lundronte në një det të trazuar, ku kultura e shthurur korintase, si thuash, po ushtronte ndikimin e saj tek kjo kishë, edhe ata ishin të rrethuar nga çdo anë. Pali fillon në vargun 8 edhe flet për të pamartuarit, ne folëm për vargjet e para të kapitullit 7 edhe nuk do t'i lexojmë tani për efekt kohe, po unë do t'u rikthehem her pas here atyre. Edhe thot, por të pamartuarve dhe grave të veja, po u them se për ta është mirë nëse qëndrojnë si unë, por nëse s'përmbahen dot, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Kurse të martuarve urdhëroj jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri, dhe nëse është ndar, të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj. Shikoni fjalët që përdor Pali. Dhe burrit mos e lër gruan, por të tjerëve. U them unë, jo Zoti, nëse një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo do të banoj bashkë me të mos e lër atë. Dhe gruaja që ka një burr jo besimtar, dhe ai do të banoj bashkë me të mos e lër atë, sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, po kështu janë të shenjtë. Por nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet, në të tilla raste vllai ose motra nuk janë më të lidhur, mbani mend këtë frazën këtu, por Perëndia na ka thirrur në paqe, ju lutem le ta mbajmë mend këtë frazë, sepse çfarë di ti o grua, sepse nëse ke për ta shpëtuar burrin, çfarë di ti o burr, nëse ke për ta shpëtuar gruan. Pra, para se të fillojmë të shpjegojmë këto kategori ose le të them skenar në lidhje me fushën e marrëdhënieve, atëherë le të shikojmë se si e ndan Pali këtë pasazh. Ai e ndan në këtë mënyrë. Fillimisht fillon me të pamartuarit dhe gratë e veja. Sa i takon gjendjes së tyre civile, edhe pastaj merret me të martuarit. Kjo është ndarja e dytë që mund të shohim. Dhe pastaj flet për të tjerët. Pra rasti kur dikush është i martuar tashmë, ja është një çift njerëzish dhe njëri prej tyre bëhet besimtar, i beson Krishtit dhe tjetri është jo besimtar dhe fillon dhe trajton këtë çështje. Pra këto do të jenë 3 pikat që do të shohim sot, ashtu sikundër Pali e ndan këtë pasazh, ju drejtohet këtyre kategorive të njerëzve. Pra është e rëndësishme të kuptojmë urdhrimet e Palit në situata të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet dhe martesën. Tani kur lexojmë këto vargje, do të shohim një vijshmëri në mënyrën e të gjykuarit të Palit. Në të vërtetë. Edhe gjykimi i tij është, siç do të flasim dhe javën që vjen, që qëndro ashtu siç je. Kjo është ideja. Do të thotë që një njeri duhet i besojë Zotit në lidhje me situatën, së pari të jetë i kënaqur në gjendjen që është. Mirë po, nuk do të flasim për këtë sot, por le të shpjegoj pak nga ana praktike se cilat ishin 2 filozofit që ekzistonin në Korintin atyre ditëve, dhe pastaj do të flasim në detaje për çështjet e sotshme. Ekzistonin 2 ekstreme ose 2 filozofi në atë kohë.
Njëra prej tyre kishte të bënte me hedonizmin, edhe tjetra kishte të bënte me asketizmin. Çfarë është hedonizmi? Ne kemi folur për këtë para disa javësh, ku njerëzit mendonin, e kam fjalën për ata që janë besimtarë, të shpëtuar në kishën e Korintit, të cilët ishin ndikuar shumë edhe nga kultura korintase e kohës, edhe ishin korintianizuar, mendoni pak, në një shoqëri të tillë, edhe kjo përmendet nga historian kjo fjalë, se sa e rëndë ishte situata në Korintin atyre ditëve, dhe njerëzit që konsideroheshin hedonist apo i thtar të kësaj filozofie, ata thoshin që përderisa shpirti është i shpëtuar, atëherë trupi nuk vlen asgjë, kështu që le të përmbushim çdo dëshirë trupit. Edhe duke i kushtuar, duke i përmbushur çdo lloj oreksi, edhe në një mënyrë të turpshme. Prandaj Pali përmend aty flet për kurvërinë. Edhe u thot atyre që, disi është puna, trupi nuk është për kurvëri, trupi është për Zotin. Trupi është i Zotit. Çfarë po bëni? Çfarë i keni këto lloj mendimesh? Pse e keni këto lloj ndikim nga kjo shoqëri në cilin ju jetoni? Edhe kjo ishte situata dhe ishte një situatë vërtet e vështirë. Të tjerë ekstremi tjetër që ishin asket. Këta thoshin që për sa kohë e kemi pasur një të kaluar të tillë në shoqërinë e Korintit, edhe tani që jemi bërë besimtar, po shohim që një njeri mund të jetë më frymëror nëse heq dorë nga çdo lloj intimiteti fizik, edhe madje i ndalonin këto gjëra edhe në martesë. Është mëkat, domethënë që të kryesh marrëdhënie të tilla për shkak të skaluarës që ne kemi pasur në Korint. Edhe çfarë bënin? E nivelonin anën frymërore duke i theksuar gjëra të tilla sikur janë gjëra që nuk duhen bërë edhe në martesë, duke i mohuar trupit gjithçka, sepse trupi është i keq, edhe kishte edhe prej tyre që thoshin që nuk duhet të martohemi fare. Dhe prandaj Pali thotë aty që dëgjon, nëse martohesh nuk mëkaton, sepse deri këtu shkonte situata. Pra shikoni ekstremet që ishin në kishën e Korintit. Po le të flasim tani për të pamartuarit dhe të vejat, sikundër përmendën në vargun 8 dhe 9. Pali thot, por të martuarve dhe grave të veja, po u them se për ta është mirë nëse qëndrojnë si unë. Edhe flet për të pamartuarit, edhe për gratë e veja gjithashtu. Disa prej tyre, ne dim shumë mirë, ashtu siç kemi folur gjatë javëve që kanë kaluar, që disa e kanë dhunti, nuk e kanë problem që të rinë të pamartuar, edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Në fakt, Pali e thot një gjë të tillë që nuk keni pse të ndiheni keq. Nëse dikush dëshiron që të jetë i pamartuar, le të jetë ashtu. Le të jetë ashtu. Pra njerëzit që janë të pamartuar nuk duhet të paragjykohen, ashtu siç paragjykoheshin në kishën e Korintit, që shikoheshin si njerëz që ishin në pritje, në një dhomë pritje, apo të le të them të klasit të dytë. Përkundrazi, Pali mendoni pak, e ngren një nivel, domethënë le të them gjendjen e njerëzve të pamartuar si një dhunti. Si një dhunti frymërore, Zoti ua ka dhënë. Shikoni se në çfarë niveli e ngre. Kjo gjë nuk duhet të jetë midis jush. Është mirë nëse dikush qëndron. Në fakt, ashtu, i pamartuar, në vargun 7 thotë sepse do doja që të gjithë njerëzit ishin si unë, edhe Pali ishte i pamartuar, por secili ka dhuntinë vet nga Perëndia, njëri kështu, edhe tjetri ashtu. Pra, edhe më parë në vargun 6, dhe kjo është e rëndësishme për ta theksuar, që ta mbaj mend megjithëse kemi folur për këto, ai thotë dhe këtë e them si leje, thotë, jo si urdhërim, apo jo. E them si leje. Do të thotë që Pali nuk është një person që ndalon martesën në mënyrë absolute. Përkundrazi, ai thotë që e di si është puna, është një gjendje që dikush duhet të ketë, i martuar ose i pamartuar nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që ti shërber Zotit, pavarësisht nga statusi social. Edhe ky është theksi i atij te letra e parë Korintësve kapitulli 7. Është mirë nëse je i pamartuar, nuk diskutohet, ka ca avantazhe, apo jo, ne kemi folur këtu që kanë mundësi për të fokusuar në disa gjëra më shumë se sa një që është i martuar, që ka edhe bagazhin e familjes, e duhet merret me disa gjëra nga bota që i kushtojnë sigurisht, por prandaj thotë e them si leje, jo si urdhërim. Dhe padyshim ndërsa kuptojmë më shumë lidhur me kishën e hershme në Korint ekzistonte edhe një lloj presioni nga judejt sidomos, për ata që ishin të pamartuar, që duhet të martoheshin, edhe më shumë për gratë e veja gjithashtu, të cilat ishin mësuar që të mbështeteshin nga ana financiare të burrat e tyre. Edhe kjo e bënte edhe më të vështirë situatën, gjëra që lidhen me këtë lloj mbështetje, dhe ishte një tundim për mjaft dhe jusha, sepse ndiheshin të pasigurta, kishin një ndjesi që se kuptonin se si mund të qëndronin të pamartuara, sepse ishin mësuar ashtu, ishin mësuar në një jetë bashkëshortore. Edhe
ndoshta dikush edhe mund të qëndronte në gjendjen që ishte, si ishte aq problem, ndërkohë që Pali thotë, di si është puna, mbani pak emocionet, mbajini pak emocionet, sepse nëse mund të qëndroni në atë gjendje siç jeni, është mirë. Edhe prandaj i thot këto vargje që thot. Ashtu siç e përmend edhe në vargun e parë të kapitullit 7, përdor këtë shprehjen është mirë. Shikoni pak, është këto fjalëshi. Mirë është, thuhet në vargun e parë, që të mos prek grua. Besoj se keni parasysh për çfarë po flas. Atëherë kjo ishte situata. Shpjeguam një arsye tjetër sa i takon kësaj gjendjeje, për shembull, tek letra e parë e Korintësve 7 dhe vargu 26 thotë Pali mendoi pra se është mirë për njeriu të jetë kështu siç është për shkak të ngushticës së tanishme, dhe ky është konteksti. Edhe kjo mund të jetë një përndjekje ku njerëzit martirizoheshin për besimin e tyre dhe Pali u thot pamartuarve. Për çfarë dëshiron të martohesh, që të shikosh le të them burrin apo fëmijët që bëhen ushqim për luanët, apo njerëz që persekutohen edhe martirizohen dhe vejushave, më mirë të mos martoheni në këtë ngushticë të tanishme, sepse ka shumë mundësi që të mbeteni prapë ve. Për shkak të ngushticës, a do ta dëshironit ju një gjë të tillë? Këtë po thot Pali me fjalë të tjera. Është e dhimbshme të shikosh këtë gjë. Pra nuk ka lidhje me të qenit frymëror ose jo. Sigurisht që Bibla flet për avantazhe që ka një i pamartuar. Unë e ritheksoj edhe një herë një gjë të tillë, sa i takon shërbimit ndaj Zotit. Sigurisht që ai nuk e ka barrën e familjes, është më i shpenguar në lidhje me kohën, gjithashtu edhe apostulli Paul flet këtu që një i martuar merret edhe me gjëra të tjera të kësaj bote. Ka përgjegjësi, do të marr fëmijë, do t'i çojë aty, do të bëj këtë, do të kujdeset për këtë, do të blej këtë gjë, angazhohet më tepër në disa gjëra që një i pamartuar nuk i ka. Edhe kjo është situata. Vjen re që është një parim i përgjithshëm, nuk është diçka e prerë me thik, sepse një i martuar mund t'i shërbejë Zotit më mirë se sa një i pamartuar që nuk i shërben Zotit mirë. Pra, çështja nuk është e drejtë apo jo, është më frymëror apo jo, dikush. Por çështja është, shiko, nëse e ke dhunti edhe është çështje vetkontrolli dhe është çështje zgjedhje, lavdi Zotit. Por nuk ke pse të ndihesh në presion nga të tjerët. Nëse martohesh, nuk mëkaton, nuk e ke atë dhunti, dëshiron që ta ruash veten të pastër, marto. Do të thënë kjo është ajo që po thot Pali aty në fjalën e Perëndisë, është shumë e rëndësishme për ta konsideruar. Pra nuk është as pak gabim që dikush qëndrojë pa martuar, edhe për një vejush nuk është gabim që ai qëndrojë ve. Në fakt Bibla thotë që është gjë e mirë. Nuk duhet të shqetësohet askush në lidhje me këto gjëra, pavarësisht presionit që ekziston. Edhe është një zgjedhje, është një vendim, është dhunti, është çështje ndërgjegje, është çështje rrethanash. Ne kemi folur pak edhe për Mateun kapitullin 19, ju kujtohet ku Jezusi flet para disa javëve, që foli për çështjen e unukut, që ka disa unuk që janë të tillë nga lindja, disa që bëhen nga njerëzit dhe të tjerë që janë unuk për mbretërinë e Perëndisë. Edhe tha jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, por atyre që ju është dhënë. Duke u dhënë njerëzve të kuptojnë që dëgjoj, di si është puna, ka një gjë që është më e rëndësishme se çdo marrëdhënie njerëzore në botë. Gjithçka duhet i shërbej lavdisë së Perëndisë, mbretërisë së Perëndisë. Ne jemi njerëz që shqetësohemi si njerëz, shqetësohemi më shumë për marrëdhëniet në botë, për marrëdhëniet që i përkasin kësaj bote. Ndërkohë që Zoti flet aty për disa njerëz të cilët me të vërtetë janë të fokusuar. Tek ajo gjë që është më e rëndësishme dhe sa e vështirë për shkakun do të kishte qenë për apostullin Paul me atjet misionare që ai kishte që të çonte gruan dhe fëmijët kudo ku shkonte. Do të kishte qenë padyshim e vështirë. Për atë jetë që ai jetoi do të kishte qenë shumë e vështirë, madje gati e pamundur për shkak të ngushticës. Sa asaj kohe, dhe ne e kuptojmë kontekstin. Sigurisht që disa mund të qëndrojnë të pamartuar, e kanë dhunti, nuk e kanë problem, më mirë kështu është zgjedhje mirë, pa diskutim. Por nga ana tjetër, kjo ka një rrezik për ata që nuk e kanë dhunti edhe që kanë ato dëshira biologjike brenda trupit tyre, sepse Zoti vetë ka bërë njeriu ashtu. Edhe prandaj thot në vargun 2 të kapitullit 7 që po për shkak të kurvërisë thot secili të ketë gruan e tij dhe secila grua të ketë burrin e saj. Edhe ky është një rrezik. Edhe në vargun 9, prandaj Pali e thot këtu nëse s'mbërbahen dot, le të martohen sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Shikoni sa praktik
është ky libër, Fjala e Perëndis, është ky vargu që jep zgjidhje një problemi. Kishte njerëz që s'mund të rinin dot pa u martuar. Edhe situata ishte aq e vështirë në Korindin e kohës, saqë kishte njerëz që mendonin që t'i përmbushnin këto lloj dëshirash biologjike në mënyrë të turpshme. Edhe me Zotin nuk bëhet shaka në këtë fushë. Edhe Zoti thotë, disi është puna, nëse ti dëshiron që i ke këto lloj epshesh, këto lloj emocionesh në jetën tënde, ka një mënyrë që Zoti siguroi brenda kufive të secilës mund t'i përmbushësh, edhe kjo është martesa. Dakor? Po jo t'i përmbushësh në mënyrë të turpshme. Nuk përdoret trupi i Zotit për kurvëri. Zoti ka siguruar një mënyrë se ku duhen përmbushur këto gjëra. Dhe unë më vjen keq që ta them, por kapitulli 7 i letrës parë të Korintasve nuk na jep, le të them, planin e Perëndis për martesën. I përgjigjet thjesht pyetjeve të Korintasve, sepse qëllimi i martesës nuk mund të reduktohet vetëm në nivelin e të përmbushurit të dëshirave intime midis një burri dhe një gruaje. Në mënyrë absolute jo. Qëllimi i martesës është shumë më i madh. Është partneritet në shërbimin ndaj Zotit. Është një shpallje dëshmisë së Krishtit me kishën në botën e pashpëtuar. Në mënyrë absolute po. Kjo është e vërtetë. Por martesa nga ana tjetër është edhe një mjet për shenjtërim personal, për të gjetur një rrugë zgjidhje në situata të tilla, sepse ky ishte realiteti në Korintin e asaj kohe. Edhe martesa shërbente si një mjet me të vërtetë i bekuar nga Zoti, ku ky problem të merrte një zgjidhje, që njerëzit të mos përmbushin dëshirat e tyre biologjike në një mënyrë të gabuar. Pra ju thash, qëllimi i martesës shumë më i zgjeruar se sa vetëm intimitet fizik apo riprodhim. Në sytë e Perëndis. Prandaj thotë, nëse s'përmbahen dot, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila le të ketë burrin e vet. A kam gjë më praktike se sa kjo? Zakonisht njerëzit e studiojnë Biblën për teologji dhe për doktrinë, edhe ashtu është. Amen. Fjala e Perëndis është komplet në çdo gjë. Por është një libër shumë praktik gjithashtu. Martesa është bekuar nga Zoti, vendi i dur, ku ata mund të mos e frenojnë veten në këtë lloj kuptimi. Prandaj Pali thotë letra e parë Korintasve 6 vargu 15, nuk e dini se trupat tuaj janë gjymtyr të Krishtit? Të marr pra, thotë, unë gjymtyrët e Krishtit dhe t'i bëj gjymtyr të një kurve, kur mos qoftë, a nuk e dini se ai që ngjitet kurvës është një trup me të? Sepse, thot Pali, do të bëhen të dy, thot Zoti, një mish i vetëm. Por ai që ngjitet Zotit është një frym me të, thot, arratisuni kurvërisë. Çdo mëkat që njeriu kryen është jashtë trupit, po ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. Edhe kemi folur se nga ndryshon kurvëria nga kuroshkelja, që mund të kryesh kuroshkelje pa bërë kurvëri. Interesant, theksuam se çfarë është kurvëria në të vërtetë, por është një mëkat kundër trupit. Është diçka e rëndë. Edhe në Bibël thuhet që ai që e prish tempullin e Zotit, Zoti do ta prish atë. Kujdes brezi i ri, që jeni në këtë fazë. Zoti ju ka dhënë ose i keni trupin që është tempulli i frymës. Ju që jeni që kërkoni të përmbushni dëshirat tuaja, ose edhe për ju që jeni të martuar, keni kujdes në lidhje me këto gjëra, me Zotin nuk bëhet shaka. Me Zotin nuk bëhet shaka. Për këtë do të flasim edhe më tej. Dhe ky ishte problemi në Korint dhe ja vlen edhe për një person normal që kupton situatën për të marrë zbatim nga këto vargje. Dakor, le të flasim për të martuarit tani, sepse nuk mbaron këtu. Në vargun 10 edhe 11. Thot, kurse të martuarve urdhëroi, jo unë, por Zoti, thot. Do ta shohim arsyeën pse Pali shprehet kështu, thot, që gruaja të mos ndahet nga burri dhe nëse është ndarë të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj dhe burri të mos e lër gruan. Tani Pali në të vërtetë këtu po prek temën e divorcit gjithashtu. Shikoni me vëmendje vargjet? Ju duket sigur po e prek temën e divorcit apo jo? Po patjetër që po. Atëre, aty thot ai urdhroi jo unë por Zoti.
Dini çfarë do të thotë Pali me këtë që këto gjëra i ka thënë Zoti edhe më përpara. Unë po ju a përsëris. Unë po ju a them. I thot Zoti këto gjëra. I thot Zoti. Edhe ja po ju a them edhe unë. Dhe ky kapitull përgjigjet pyetjeve specifike që kishin Korintasit. Thjesht është përgjigje pyetjesh. Nuk është manuali martesës. Unë e ritheksoj kapitulli 7. Manuali martesës është gjithë Bibla, nëse dikush dëshiron të mësoj për martesën. Por është shumë i nevojshëm sepse ky kapitull flet për marrëdhënie të tilla. Tani mund të supozojmë që me që kishin pyetje për martesën, mund të kenë bërë pyetje sa i takon çështjes nëse të krishterët duhet të divorcohen ose jo. Shikoni me vëmendje aty? Edhe lidhur me këtë subjekt, mund të kishin dy pyetje. Në vargu 10, a duhet që gruaja të ndahet nga burri? Edhe Pali jep përgjigje në vargun 10. Në vargun 11, a duhet që burri të ndahet nga gruaja? Edhe Pali jep përgjigjen në vargun 11. Duket sikur Bibla është kundër divorcit apo jo. Pamjes parë kur e shikon edhe kështu është. Por kur e lexon, do të thënë ti e shikon që ja, kështu është, kështu duket, por kështu është. Jo vetëm kështu duket, por kështu është. Nëse për të martuarit kishte opsione, kishte leje që të vendosnin të martoheshin ose jo, siç e thash, çështje zgjedhje, çështje vendimi, çështje rrethanash, çështje vetëpërmbajtje, çështje dhuntie, si kundër folëm. Ndërsa në rastin e të martuarve nuk ka leje këtu. Nuk është leje. Nuk ka opsion. Është urdhër. Shikoni ndryshimin? Në vargun 6, kapitulli 7 thot për të pamartuarit, këtë e them si leje thot Pali, jo si urdhrim. Dikush do të qëndrojë pamartuar, mirë, dikush që martohet, nuk mëkaton. Këtë e them si leje, jo si urdhër. Pali nuk ndalon martesën. Pas nuk thot që pamartuarit nuk janë mirë ashtu siç janë. Përkundrazi. Jemi të qartë? Këtë po thot, ndërsa për të martuarit nuk ka opsion. Është urdhër. Është urdhër. Edhe ne duhet ta bëjmë mirë dallimin. Letra e parë e Korintasve 7, vargu 10, ja ku e kemi edhe një herë, këtu më të ndriçuar, u urdhroi jo unë, por Zoti. Zoti ju urdhron. Atë që ka thënë Zoti Jezu Krisht. Ku e ka thënë? Ja ta lexojmë tek Mateu kapitulli 19. E mbani mend historinë, besoj që ju afruan Jezusit disa farisejnë për ta tunduar dhe i thanë, a është e lejueshme që burri ta lër gruan e tij për një shkak çfarë do? Dhe shkaku mund të ishte çfarë do që të jetë. Ne tham këtu sikur gruaja nuk i ka hedhur krip gjellës apo ku di un ka djegur ëmbëlsirën apo nuk dis në furr apo gjëra të tilla më koti apo për shembull nuk më duket më tërheqëse tani edhe diçka nuk shkon si më përpara, arsye të tilla domethënë. Edhe për një shkak çfarë do. Por ai duke u përgjigjur u tha atyre, a nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim ai që i krijoi që në fillim, është një varg i mirë për të menduar që Jezusi nuk besonte evolucioni. Dakor? Besonte krijimi, edhe thot i krijoi mashkull dhe femër. Nuk thot i krijoi mashkull dhe mashkull apo femër dhe u larg qoftë. Lloj-lloj gjërash. I krijoi mashkull dhe femër. Dhe tha për këtë arsye, njeriu do të lërë atin dhe nënën e vet do të bashkohet me gruan e vet dhe dy do të jenë një mish i vetëm. Pra, Jezusi merr Zanafillën 2:24 edhe e sjell këtu. Kështu që nuk janë më dy, por një mish i vetëm, atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë. Ata i thanë atëherë pse Mojsiu urdhroi të jepet letërndarje dhe të lihet. Ai u tha atyre, Mojsiu i lejoi të lini gratë tuaja për shkak të ngurtësisë, për shkak të mëkatit të zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu, thot Jezusi, edhe për këtë ne do të flasim nga Ungjilli sipas Mateut, sepse kjo ka një shpjegim vërtet shumë të rëndësishëm, por në vargun 9 thot, por unë po ju them se kushdo që e lë gruan e vet. Shikoni, kushdo që e lë gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë. Ky është
Kjo është baza për divorc. Në qoftë se dikush e lë gruan e vet përveç rastit të kurvërisë dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndarë shkel kurorën. Çfarë kuptimi ka kjo? Ka kuptimin sepse ata i thanë që a është e lejushme që burri ta lërë gruan për një shkak çfarë do, ju mbush mendja mo. Ju si pëlqen s'do. Të ri më me atë grua, bie fjala. Për një arsye. Edhe Jezusi thotë, kushdo që e lë gruan e vet, përveç rastit kurvërisë, dhe martohet me një tjetër shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndarë shkel kurorën. Çfarë kuptimi ka kjo në fakt, por sepse thotë shkel kurorën që atë kur martohet me një tjetër, sepse nuk duhet ta kishte thyer atë marrëdhënie. Për një shkak çfarë do. Po për çfarë mund të ishte thyer marrëdhënia që e jep Jezusi aty? Për shkak të kurvërisë apo jo? Po jo për një shkak tjetër. Nëse ti e ndan për një shkak tjetër, Zoti nuk ta lejon një gjë të tillë. Edhe e ke përmendur në kish që e more gruan, ta gëzosh, apo gruaja burrin. Mbaroi, nuk ka shaka në lidhje me këtë. Prandaj dishepujt më poshtë i thonë, me që puna që nga kështu, i thonë, më mirë njeriu të mos martohet fare. Është serioze çështja. Është serioze çështja. Ky ka qenë plani i Perëndisë dhe nuk ka ndryshuar ndonjëherë. Një burr, një grua për jetë. Kujdes. Nuk bëhet çaka. Kurvëria çfarë është? Do mëkat seksual jashtë kufive të martesës, është bazë për divorc. Prandaj ky tjetri këtu më lart shkel kurorën. Jemi të qartë? Nuk mund të jetë për një shkak çfarë do. Besoj se është e qartë, Jezusi është i qartë. Divorci nuk është i pëlqyer në sytë e Zotit, në raste të tjera nuk pranohet përveç rastit kurvërisë. Atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndaj. Ky është vullneti i Perëndisë. Edhe rast tjetër është vdekja apo jo, s'ke çfarë bën, do ndodh fatkeqësia. Se dikush është i ve apo një grua e ve apo një burr i ve. Dhe rast tjetër do të flasim mund të jetë në rastin e një çifti kur dikush shpëtohet edhe dikush është jo besimtar, por edhe në atë rast nuk është besimtari ai që insinuon divorc. Por është jo besimtari që vendos. Do të flasim për këtë gjë. Po duket sikur Pali po bën një lloj lëshimi këtu. Në fakt Pali po flet për një ndarje të përkohshme. Shikoni pak, dhe nëse është ndarë, thotë, të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj dhe burri të mos e lërë gruan. Tani këtu janë dy fjalë që përdor apostulli Paul, edhe po të shikoni edhe në gjuhën greke janë të ndryshme, është fjala ndarje dhe fjala lë. Ndarja është gjendje. Ndërsa kjo fjala lë i referohet divorcit, është veprim. Tashmë e ke kryer. Nëse kjo është gjendje dhe ka një rezultat, që mund të jetë ky rezultat, po mund të mos jetë ky. Sepse thot mund të pajtohet me burrin e saj. Është një ndarje e përkohshme. Është gjendje. Edhe sipas ligjit romak të kohës, prandaj duhet kuptuar edhe ana historike e fjalës Perëndisë, që një njeri mund të ishte, le të them, i ndarë sipas ligjit romak të kohës, por ende nuk ishte divorcuar. Interesante. Edhe në sytë e Zotit, ashtu si martesa është mishi bashkohet me mishin, që konsumohet martesa, sepse martesa është patjetër shumë më tepër se sa mish me mish, është hyrë në një zgjedhje, lloj lidhje, betimi, beslidhje, nuk diskutohet, po konsumohet në intimitet bashkëshortor, nuk diskutohet, edhe divorci është mishi lë mishin. Dakor? Kështu që çështjet janë edhe më të qarta kur shikohen në kontekstin e fjalës Perëndisë, por nëse gruaja ndahet, pra kjo është gjendje, për pak kohë ajo duhet të mbetet e pamartuar derisa të pajtohet me burrin e saj, sepse Zoti i ka urdhëruar qartë që të mos ndahet nga burri. A nuk është kështu? Pra Bibla nuk e jep arsyen pse mund të jetë kjo ndarje e përkohshme, po unë ju thash aty që të mbani të mend një frazë. Cila ishte fraza që ju thash? E mban mend dikush? Po, Zoti na ka thirrur në paqe. Do të thotë që diçka ka aty që nuk ka paqe.
edhe na bën të aludojmë pak, por ja do të flasim edhe për këtë kurse të martuarve. Urdhroj unë për Zoti që gruaja të mos ndahet nga burri dhe vargu 11 dhe nëse është ndarë, kjo është një gjendje që mund të jetë e përkohshme, të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj dhe burri të mos e lër gruan. Edhe këtu në vargu 11, prandaj thash duket sikur Pali po toleron pak, por shikoni sepse ka një arsye në lidhje me paqen. Edhe vjen re që koncepti i martesës në Bibël nuk është ceremoni, po i vetmi lëshim që bën Pali në vargu 11 është kur gjërat shkojnë shumë keq. Kur me gruan abuzohet fizikisht, mendërisht dhe në mënyrë ekstreme, dhe gruaja ka bërë ç'është e mundur që të qëndrojë bashkë me burrin dhe nuk pritet që gruaja të qëndrojë në një situatë të tillë dhe në këtë rast lejohet të ndahet, urdhër nga Zoti, nëse ndodh le të jetë e përkohshme, sa të zgjidhet situata, dhe këtu po flasim për të krishterët, nuk po flasim për rastet kur burri dhe gruaja ose thrasin policinë dhe policia duhet marrë në mbrojtje burrin, jemi të qartë, po flasim në kontekstin e krishterë. Kjo ishte situata, ose kishte edhe raste për shembull, le ta bëj edhe këtë parantezë, që është mëkat të përfshihesh në marrëdhënie fizike intime, do ta ndaj burrin edhe megjithse është i krishterë. Si do ta ndash burrin edhe megjithse është i krishterë? Duhet të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj. Tani mund thoni situatat mund të jenë shumë të vështira dhe midis të krishterëve, sa që fusin dhe policinë midis tyre, mund të jetë, absolutisht. Po për të krishterët ka një dallim shumë të madh, për cilin do të flasim më pak. Ndonjëherë ne bëhemi konfuz me thënë drejtën për këtë çështje, sepse Jezusi dhe Pali vinë re me vëmendje, këta nuk shqetësoheshin për divorcin. Ne si njerëz shqetësohemi për divorcin dhe pyesim për divorcin. A lejohet të divorcohesh? A duhet të divorcohen dy të krishterë? Edhe ne shqetësohemi për divorcin, ndërkohë që ata shqetësoheshin më shumë për qëndrueshmërinë e martesës. Shikoni kontekstin këtu. Edhe Jezusi, edhe Pali, Jezusi në ungjilli dhe Pali këtu, ata shqetësohen për qëndrueshmërinë e martesës. Prandaj Pali flet për leje, për opsione për të pamartuarit, që të martohen ose jo. Flet për opsione, ndërsa po u martove është urdhër, opsionet mbaruan. Kjo është ajo që po thot. Pra Pali dhe Jezusi janë të shqetësuar për qëndrueshmërinë e martesës. Aty janë të fokusuar ata. Po u martove është urdhër, mos u ndaj. Mos u ndaj, është një martesë e qëndrueshme, sepse kjo është një dëshmi. Ne e dimë që edhe midis të pashpëtuarve ka njerëz që mendojnë që divorci është diçka e gabuar, është e rëndë, traumatike, jo vetëm për jetën familjare, por sidomos kur kanë dhe fëmijë. Çifti ka fëmijë. Jo më midis besimtarëve. Po dhe ata e dënojnë divorcin dhe nuk janë pro ti. Me qëra fjala Bibla është kundër divorcit. Madje Pali e përmend dhe rastin që t'jep një bazë në kapitullin 7. Flet, por nuk e përmend këtë doja të thosha, nuk e përmend bazën për divorc. Nëse ju lexoni letrën e parë Korinthësve 7, nuk do ta gjeni bazën për divorc që flet Jezusi te Mateu 19, që ishte kush? Kurvëria. Pali nuk e përmend. E dini pse nuk e përmend Pali këtu në kapitullin 7? Kurvërinë si bazë për divorc? Kjo është shumë e rëndësishme, sepse midis krishterëve ekziston dhe falja. Është e rëndë, një gjë e tillë, por Pali nuk e përmend në kapitullin 7. Mua më ka bërë shumë përshtypje një gjë e tillë. Prandaj thot të martohet, pajtohet, thot me burrin e saj. Është gjëja më e mirë që mund të ndodhë. Ekziston falja, kjo është gjëja më e mirë që mund të ndodhë në një martesë. Sigurisht që nëse dikush shkel kurorën apo kurvëron, baza është për divorc, në mënyrë absolute. Zoti e jep këtë gjë. Është thyerje e beslidhjes që Zoti i ka bashkuar. Dhe atyre betimeve që i kanë bërë njëri tjetrit. Ju lutem, janë gjëra shumë delikate, por janë shumë të rëndësishme për të ditur. Për secilin për nesh. Tani Pali po flet shumë qartë, ndarja është e padëshirueshme, lejohet për situata të përkohshme, është e përkohshme. Edhe prandaj në vargu 11, le ta shikojeni edhe një herë vargu 11,
megjithëse është 2 herë aty, në qoftë se është ndarë të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj dhe burri të mos e lërë gruan. Divorci nuk rekomandohet. Tani, le të flasim për jetën reale. A ndodh divorci? A ndodh divorci midis krishterëve? Po. Po ndodh. Në jetën reale po. Nëse dikush do që të ndahet, ndahet. Nuk është i lidhur me zinxhir. Zoti nuk dëshiron që kjo të ndodh, por në jetën reale ndodh. Dikush thot, iga. Ndahet. Njerëzit janë kaq krenar sa që nuk dënjojnë të zgjidhin problemin që ekziston midis tyre. Nuk e kam fjalën për rastin e kurvërisë, është një gjë tjetër. Por, divorci ndodh, aksidente ndodhin, fatkeqësira ndodhin, diçka ndodh. Ndodh divorci dhe për arsye jo logjike. Në mënyrë absolute po. Që ndodh. Nuk duhet të ndodh, por në jetën reale ndodh. A ka zgjidhje për një situatë të tillë? Patjetër po. Divorci nuk është mëkat i pafalshëm. Tani unë nuk po justifikoj divorcin, por ndodh praktikisht. Zoti e urren divorcin. Te libri i Balakis, kapitulli 2 dhe 16 thotë sepse Zoti Perëndia e Izraelit thotë se ai urren divorcin, dhe atë që mbulon me dhunë rroben e vet, thotë Zoti i ushtrive, tregoni pra kujdes për frymën tuaj dhe mos u sillni me pabesi. Zoti urren divorcin. 2 njerëz krishterë mund të zgjidhin çdo problem në Zotin. Patjetër po. Prandaj apostulli Paul thotë në letrën e parë Korintasve 10 dhe vargu 13, asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju përveç tundimit njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë të tundoheni për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap një rrugdalje që ju të mund ta përballoni. E besojmë fjalën e Zotit, janë vargje që ekzistojnë në Bibël, por ne kemi të vështirë të përtypim her pas here vargje të tilla. Në qoftë se ke ankesa, nuk më pëlqen personi, më ka ikur tërheqja, nuk përshtatem dot me filanin. E di që në kohën e Biblës martesat bëheshin me shkuesi, me mblesëri i themi ne. Ka edhe zona sot, edhe në Shqipëri, më vjen keq që e them, po është e kam kërkuar, ku bëhen martesa të tilla, edhe sot e kësaj dite që ne flasim, edhe në vendet botës nuk diskutohet. Ndërsa ti e ke pasur lirin për të zgjedhur, edhe thua nuk më përshtatet, nuk përputhem, ka mungesë kompatibiliteti. Ky justifikim nuk ka vlerë, s'ka opsione kur martohesh, është vonë pasi je betuar. Kishe opsione më përpara, tani jo më, ke probleme në martesë, është luftë. Rregullo jetën më mirë, rregullo marrëdhënien me Zotin. Dini çfarë modeli po jepet shoqërisë sot në botë? Kanë një mosmarrveshje në çift edhe direkt në gjykat. Po sa turp. Pse njerëzit mos mësohen të luftojnë për martesën e tyre? Të zgjidhin problemet, të marrin përsipër përgjegjësitë, të kërkojnë falje. Mendoni sa e rëndë është kjo për të krishterët. Martesa është luftë, nuk është e lehtë. Ka luftë në martesë, ka tundime, ka vuajtje, ka përgjegjësi, ka lloj-lloj gjërash, vështirësi dhe prova nga më të vështirat. Edhe për ne si të krishterë, është e rëndë të mos luftojmë. Të rregullojmë së pari marrëdhënien me Zotin, me bashkëshortin, bashkëshorten. Divorci nuk është opsion. Kjo është jeta që na ka mbetur, të mos luajmë lojra me Zotin. Kur martohesh, opsionet mbaruan. Prandaj dishepujt i thanë Jezusit, sa më pëlqen, prandaj përsërit këtë. Nëse është puna kështu, njeriu më mirë të mos martohet fare. Kaq serioze është çështja. Dhe Pali dhe Jezusi janë të shqetësuar për qëndrueshmërinë e martesës. Ndërsa ne kemi tek divorci. Divorci, kjo është më bëri këtë, më tha këtë. Do të divorcoj. A lejohet të divorcohesh? Divorci. Martesa. I qëndrueshëm, ushqeje,
jep dëshminë që Krishti e krijoi. Misteri i Krishtit dhe kishës që në këtë nivel e ngritja ai, të tregojmë botës pa shpëtuar, ungjillin përmes martesës. Ky është vullneti i Perëndis. Zoti e merr shumë seriozisht, do të ketë pasoja me siguri për të kundërtën, le të bindemi Zotit. E parë kur 10-13, asnjë tundim nuk na ka gjetur veç tundimet njerëzore. I lexojmë këto vargje, por nuk shpeshherë i lëm në atë pjesën e memorjes vetëm për t'i kujtuar në raste kur na përshtatet, po jo në rastet kur më të vërtet duhet t'i pranojmë me besim. Le të flasim për rastin e tretë, nuk do të zgjatemi këtu, ata që janë të martuar me jo besimtar. Shikoni si është situata këtu. Isha i martuar kur u shpëtova, thot dikush, në Korint. Isha i martuar. Çfarë duhet bëj? Të ndahem? Ta lejo besimtarin dhe të martohem me një besimtar? Do të jetë më lehtë për një besimtar, të jetoj me një besimtar dhe kemi për të jetuar të lumtur. Le të lexojmë si thot Pali, por të tjerëve. Shikoni pjesa e tretë. U them, edhe për këtë do të flasim këtu, se këtu është një pyetje, thot si ka mund të thonë njerëzit pse Pali të shprehet në këtë mënyrë. U them unë, thot jo Zoti. Çfarë si tha? Thot Zoti jo unë. Ju urdhron, thot, çfarë ishte me urdhër. Tani thot ju them unë jo Zoti, thot nëse një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo do të banoj bashkë me të mos e lër atë, dhe gruaja që ka një burr jo besimtar dhe ai do të banoj bashkë me të mos e lër atë, sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, po kështu janë të shenjtë. Sikoni si vazhdon, sepse pastaj do të bëjmë krahasimin këtu në vargun 15 dhe 16. Unë kam ndarë me qëllim këto dy pasazhet, shikoni vargun 15, por nëse jo besimtari ndahet, të ndahet, në të tilla raste vllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe, sepse çfarë di ti o grua nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan. Tani pse Pali shprehet këtu? U them unë dhe u them unë jo Zoti. Arsyeja është e qartë. Jezusi, Zoti, nuk u mor me këtë çështje tek ungjit. Nuk u mor me këtë çështje tek ungjit. As tek Mateu 19 që ne e lexuam, as te Luka 16, as te Marku 10 që janë pasazhe paralele. Jezusi nuk u mor me këtë çështje. Dini pse? Sepse nuk ekzistonte si çështje në kohën e Jezusit, kur ai ishte gjallë mbi tokë. Pse? Sepse kisha realisht nuk ishte formuar akoma. Jemi të qartë? Prandaj, ai thotë që ju them unë, jo Zoti. Jezusi nuk ka folur për këtë gjë tek Mateu 19 dhe të pasazhet që unë përmenda paralele në Ungjil. Pali po. Ai po jep një zbulesë tjetër. Po a do të thotë kjo që Pali po flet nga vetja, edhe kjo që ai po thotë nuk është fjala e Zotit, kushta? E ke guximin ta thuash? Shiko pa këtu. Në vargun 40 të poat e kapitullit të thotë, por sipas mendimit tim, ajo është më e lumtur, po mbeti ashtu, duke ju referuar virgjëreshave për shembull. Dhe mendoj se edhe un kam frymën e Perëndis. Pali është shumë i përulur. Por shikoni se çfarë autoriteti ka Pali. Jo vetëm që thotë unë e kam frymën e Perëndis, por thotë u them unë, jo Zoti. Çfarë autoriteti? Çfarë autoriteti? Fjala që ai po thotë është fjala e Zotit. Është fjala e Zotit. Ai ka frymën e Perëndis. Le të mos mendojmë sikur këto tani janë disa kështu këshilla, kështu si në parantezë nga ana e Palit, do të thënë sa i takon kësaj kategorie në lidhje me statusin martesor. Jo, është fjala e Zotit. Është fjala e Zotit. Çfarë autoriteti? Ai po thoshte fjalën e Perëndis dhe këshilla e Palit, kjo
kjo ishte aty. Dhe unë prandaj ndava këto në 2 variante, sepse janë 2 skenarë këtu, shikoni. Një skenar është jo besimtari pranon që të jetojë bashkë me të. Pra, rasti është kur 2 njerëz janë të martuar, në çift, pra 2 njerëz që janë të martuar, në këta 2 njerëz, njëri prej tyre i beson Krishtit. Dakor? I beson Krishtit. Atëherë si duhet veprojnë në këtë rast besimtari dhe besimtari, besimtari dhe jo besimtari. Domethënë, si është puna, cila është këshilla e Zotit në lidhje me këtë çështje. Edhe Zoti pa diskutim që i drejtohet besimtarëve, jo besimtarëve, por u jep besimtarëve atë dritën se si duhet të veprojnë ata në situata të tilla. Prandaj thuhet këtu, shikoni me vëmendje, këtu kemi rastin e parë, shikoni edhe një herë, kur jo besimtari pranon të jetojë bashkë me të, vargjet 12 deri në 14. Pra jo besimtari pranon të jetojë bashkë me të. Shikoni me vëmendje. U themun jo Zoti, nëse një vëlla ka një grua jo besimtare, dhe ajo do të banoj bashkë me të. Pra është dikush i shpëtuar, që ka një grua jo besimtare, pra ky u shpëtua në çift, edhe gruaja jo besimtare do që të banoj bashkë me të. Pali thot të mos e lër atë. Edhe gruaja që ka një burr jo besimtar, me rastin kur gruaja është besimtare, jemi të qartë, shikoni kontekstin, ka një burr jo besimtar dhe ai do të banoj bashkë me të. Të mos e lër atë. Sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe gruaja besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit. Sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër dhe kështu janë të shenjtë, do të flasim për këtë. Pra është rasti kur jo besimtari do që të qëndrojë. Jemi dakord? Ky është skenari i parë. Dhe skenari tjetër është jo besimtari do që të ndahet. Shikoni me vëmendje, vargu 15 dhe 16. Por nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në të tilla raste, ose domethënë vllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe, sepse çfarë di ti o grua nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan. Në këto skenar, situata varet situata, nga qëndrimi që ka jo besimtari. Pra, varet nga qëndrimi që ka jo besimtari, është në dorën e tij. Çfarë duhet të them me këtë? Nuk është i krishteri që vendos nëse do të qëndrojë ose jo me jo besimtarin. Nuk është i krishteri. Por është jo besimtari ai që vendos të qëndrojë apo të largohet. Unë e thash edhe më përpara që nuk pritet asnjë insinuat që një krishter të mendojë për divorc. Edhe në këtë rast. Shikoni pak. Madje Pali thot mos u dorëzo. Nëse jo besimtari dëshiron të banoj bashkë me ty, mos e lër. Mos e lër. Interesante. Nëse ai do të qëndrojë, është ashtu vazhdo. Është e vështirë, vërtet. Tani ke një mision përpara, është një qëllim më i lartë, ke një mision përpara, është e vështirë, por mos e lër. Jepi Zotit mundësinë të punoj në familjen tënde. Jepi Zotit mundësinë të punoj në familjen tënde. Kishte edhe të tillë të krishterë të zellshëm në Korint që thoshin unë duhet divorcohen sepse jam e krishter, gruaja apo burri nuk janë edhe unë duhet ta thyej këtë lidhje, është një zgjedhje jo e barabartë edhe më mirë të ndahem sepse unë u shpëtova, ai është ende i pashpëtuar edhe Pali e parsyen pse duhet të qëndrojnë siç janë. Edhe është e vijueshme një gjë e tillë. Shikoni në vargun 14, sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit. Ja, le të ndalojmë pak këtu edhe ta shohim këtë gjë. Arsyeja pse një krishter duhet të qëndrojë martuar është për shkak se burri jo besimtar, nëse është grua jo, ose gruaja jo besimtare, për shembull nëse ai është burr, bashkëshorti, atëherë janë shenjtëruar. Nuk thot janë shpëtuar. Kuptoni ndryshimin. Janë shenjtëruar. Prandaj fjalët e Biblës janë shumë të rëndësishme. Janë shenjtëruar, thot, për shkak të besimtarit. Pra çfarë bën? Çfarë ndodh këtu? Zoti e njeh këtë martesë. Konsiderohet e pastër në sytë e tij, fakti që jo besimtari quhet i shenjtëruar, edhe një herë theksoj, nuk do të thotë që ai është i shpëtuar. Sepse ky është një vendim personal i njeriut, apo jo, dikush i beson, dikush nuk i beson, është një vendim personal. Por thot,
është shenjtëruar. Ideja është që ai person është i veçuar. Kuptimi i fjalës shenjtërim është veçim. Pra Zoti e ka veçuar atë bashkëshort jo besimtar për shkak të besimtarit. Pra është i veçuar për të. Zoti kështu e ka bërë. Edhe ai do të qëndrojë, ai person është nëse do që të qëndrojë, sepse ai person është i veçuar në Zotin për atë person. Është i veçuar për atë. Kjo do të thotë që janë shenjtëruar. Janë veçuar. Edhe besimtari në këtë rast duhet të bëjë atë që i pëlqen Zotit. Ka një mision tani në familje, dëshminë e dur, jetën e pastër në sytë e Zotit, edhe t'i besoj Perëndis ndoshta ai me cilin nëse është grua, ai me cilin është lidhur në martesë, dash Zoti i beson Krishtit. Por edhe këtu nuk ka garanci, por Zoti për një gjë të jeni të qartë nderon martesën e tyre, edhe gruaja ose burri jo besimtari është shenjtëruar për shkak të personit të shpëtuar. Pasazhi e merr të mirëqen faktin që një krishter nuk duhet të divorcohet. Jemi të qartë edhe në këtë pasazh këtu, shikoni me vëmendje. Kush e merr iniciativën për divorc? Jo besimtari. Besimtari nuk e insinuon apo ta inicioi divorcin. Pra plani i Zotit, një burr, një grua për jetë, nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. As vitet e fundit, me qira fjalë. Gjithkohon kështu ka qenë. Dhe mendoni sa i respekton Zoti institucionin e martesës. Sa i përhapur ishte divorcin në kishën në Korintin e kohës, edhe kisha e Korintit ndikoi nga një situatë e tillë. Po në momente, le t'ju them dhe këtë gjë nuk do zgjatem këtu sepse e di që mund të vej vonë dhe mund të rrim me kohë të tëra, prandaj më duhet të referohem her pas here shënimeve. Në Dhjatën e Vjetër, nëse shikoni te libri i Ezdrës, shikoni që Zoti urdhëron që nëse hebrejt martoheshin me gra të huaja. Ai thoshte sipas ligjit nuk është e lejueshme, dhe këta duhet të ndanin. Interesante. Po të lexoni Nehemin, kapitulli 13 gjithashtu, po Ezra 10 vargu 11 e thot një gjë të tillë për shkak sepse të perversitetit të tyre dhe Zoti zgjodhi Izraelin si një vegël për t'i ndëshkuar dhe gjykuar këto kombe. Patjetër, po le të kthehemi në realitetin e Dhjatës së Re, se unë dua të bëj kontrastin. Në Dhjatën e Re nuk ka nevojë për divorc, nëse në ligj një njeri që martohej me një pagan do të ishte i mallkuar në kohën e Hirit, sot, nëse dikush në çift sot, në kohën e Hirit, nëse dikush në çift shpëtohet. Shikoni siç e lexojmë aty pasazhin, Zoti bekon madje edhe jo besimtarin për shkak të gruas ose burrit jo besimtar. Thash mirë se okay. Pra Zoti i veçon, edhe fëmijët janë të shenjtë. Do të thotë që për shkak të besimtarit ata do të marrin hirin e Zotit, favorin e tij. Zoti do jap mundësi që të shikojnë dritën e Krishtit përmes besimtarit. Edhe prandaj e them që ky është rasti kur dikush në çift shpëtohet. Sepse e kundërta nuk mund të pranohet. Prandaj te letra e parë Korintasve 7, këto i kemi këtu. Ja ku i kemi, shikoni. 2 Korintasit 6. Ne dimë që Zoti nuk e bashkon në martesë një besimtar me një jo besimtar. Nuk është Zoti që e bashkon në martesë. 2 Korintasit 6, e kemi folur për këto vargje, mos hyni në një zgjedhje bashkë me jo besimtarët, ç'lidhje ka drejtësia me paullsinë dhe çfarë bashkësie ka drita me errësirën, ç'harmoni harmoni ka Krishti me Belialin, ose ç'pjesë ka besimtari me jo besimtarin, dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndis me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndis i gjallë, sikur se tha Perëndia, unë do të banoj në mes tyre, do të eci ndër ta, do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. Dikush mund të thotë, po këtu nuk bëhet fjalë për martesën, ne kemi studiuar, kemi pas një predikim para disa javëve vetëm për këtë pasazh të shkrimit. Fakt ky zbatohet në shumë aspekte të jetës njerëzore, sigurisht për martesën. Sigurisht parimi këtu është gjithëpërfshirës. Ju mund thoni nga e diti këtë gjë. Ja shikoni edhe tek letra e parë Korintasve 7, ku kualifikimi për cilin Pali flet aty, me cilin martohet një besimtar, duhet jetë një besimtar.
Gruaja, thuhet në vargun 39, është e lidhur me ligj sa kohë burri i saj, por nëse i vdes burri, kuptohet apo jo? Nëse i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, sepse ka ndodhur divorc, nëse mund ta them në thonjza. Ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, veç se kjo punë të bëhet në Zotin. Në Zotin. Do të thotë që ai duhet të jetë besimtar. Përndryshe Zoti nuk e miraton. Nuk e miraton. Prandaj rasti këtu është kur në çift vargjet 12 deri në 16, kur në çift dikush shpëtohet. Po jo rasti që Zoti lidh një besimtar me një besimtar. Zoti nuk i bashkon ata. Zoti nuk i bashkon një besimtar me një besimtar. Kështu që këtu kemi rastin që kjo situatë tani, kjo situatë këtu, është që dar Zoti, i pa shpëtuar, ai që është jo besimtar, i beson Krishtit. Dar Zoti. Ka dhe raste, shikoni, çfarë di ti o grua, nëse ke për ta shpëtuar burrin? Ka raste kur i beson Krishtit, dhe kemi pasur raste këtu në Kish. Mund të më pyesni pas shërbesës, nëse doni. Dikush është shpëtuar në çift, kanë vazhduar bashkë dhe pastaj pasi është shpëtuar personi, njëri prej 2 personave, ka kaluar dhe pa kohë dhe është shpëtuar edhe tjetri. Edhe ka ndodhur kjo në kishën tonë. Por çfarë di ti o grua nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan? Do të thotë që është një pyetje retorike, ti nuk di gjë fare. Sepse është një vendim personal. Është një vendim personal. Kështu që të marrë si justifikim që unë do të marrë një njeri në botë që ta shpëtoj unë, të lutem. Nuk i shpëton ti njerëzit. Kujdes. Kujdes. Kur burri është i shpëtuar, në një çift, burri shpëtohet, ju kujtohet pali me cilën ishte në burgë, rojtari i burgut, që i besoi Krishtit, edhe pali thot diçka, thot dhe ata i thanë, pra ishte pali me cilën, fakt bashkë, pali foli, beson në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote, se biseda vazhdon pastaj. Më poshtë ishte pali që komunikoi dhe thot beson në Zotin Jezu Krisht do të shpëtohesh ti, si e dinte pali do shpëtohej dhe shtëpia. Në fakt pali thot që do të shpëtohet, por zgjedhja është personale, sa ndikim që ka burri, lideri, ka një ndikim, por zgjedhja është personale për secilin në familje. Po sa e bekuar është kur një familje shikon dritë brenda. Shikoni, nëse është vetëm gruaja besimtare. Shikoni te letra e parë e Pjetrit 3. Gjithashtu dhe ju gra, nështrojuni burrave tuaj që edhe nëse disa nuk i binden fjalës, shikoni me vëmendje, të fitohen pa fjalë. Nga sjellja e grave tyre, kur të shohin sjelljen tuaj të lirë dhe me frikë, stolisja juaj të mos jetë e jashtme, ajo e gëshetuarit flokëve, e të varurit stolive, të arta, të veçurit të rrobave luksoze, por njeriu i fshehur i zemrës. Tani dhe njëherë këtu ta kuptojmë që pali nuk thotë që gratë nuk duhet të stolisen. Jo, thjesht ai po jep kontrastin duke thënë që cila është stolisja e vërtet, ajo që ka vlerë më shumë. Stolisja e vërtet është ky, njeriu i fshehur i zemrës, i stolisur me paprishjen e frymës së butë dhe të qetë, i cili është shumë i çmuar përpara Perëndis. Nuk thotë që mos vini gjëra ju dini. Vini pa problem, vetëm mos u bëni si dyqan bijuterie. Po pa problem, sa doni si doni.
njeriu i fshehur i zemrës, stolisur me paprishjen e frymës butë dhe të qetë, i cili është shumë i çmuar përpara Perëndis, sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjta që shpresonin në Perëndin duke u nushtruar burrave të tyre, si Sara që i bindej Abrahamit duke i quajtur Zot, bija të saj ju jeni, nëse bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë tmerr. Pra pavarësisht se sillet burri, besoj Zotit, fokusohu në marrëdhënien me të. Jo tek ankesat që mund të kesh për tjetër. Ne jemi të shpejt për të ankuar, ai është i tillë, është i këtillë dhe shikon veten si viktim. Edhe fokusohesh te reatia jote, është e vështirë, patjetër, është e vështirë kur dikush është i pashpëtuar në familje, absolutisht. Është e vërtet, edhe Zoti të shikon në ato raste. Nuk diskutohet, nuk është fare e lehtë. Por Zoti e shikon atë personin tjetër, i cili është ende jo besimtar. Jo si që mund të shikosh ti, me që mund sillet keq me ty. Zoti e sheh si një njeri që ka nevojë për hirin e tij, si një person për cilin Krishti vdiq, gjithashtu. Prandaj edhe kjo duhet marrë në konsiderat. Shikoje veten si instrumentin e Zotit, shpeshherë kushton, ka sakrificë, ka vuajtje, nuk diskutohet, mëson shumë, Zoti të rrit. Shumë e vështirë, por mund ta fitosh, ndoshta. Besoj Zotit. Besoj Zotit. Nga ndryshimi yt i brendshëm, mos u dorëzo. Ju thash, ka pasur raste. Edhe lavdi Zotit për këto raste. Le të ulim kokën gjithë. Unë kam disa pyetje do të mbarojmë. Një gjë e fuqishme që i dëshmon botës pa shpëtuar sot janë martesat e krishterë që janë të pastra, që nuk janë të përkohshme dhe njerëz që nuk divorcohen. Njerëz janë të shëndetshëm në marrëdhënien me njëri tjetrin, që i shërbejnë Perëndis, që janë dëshmi shumë e mirë para botës pa shpëtuar. Bota e pa shpëtuar i sheh. A ke një marrëdhënie me Zotin së pari? Fillo aty. Nëse ke probleme në martesë, ndalo sa akuzuari tjetrin. Të lutem, ndalo sa akuzuari tjetrin. Shikohu në pasqyrën e Biblës ti vet. Po ajo është 90% fajtore. Dakor, ti zgjidh atë 10% që tënd. Lëre Zotin të rregulloj pjesën tjetër. Zgjidhe situatën, jepja Zotit ankesat e tua, kërko falje. Është diçka më e rëndësishme se sa niveli i reatisë tënde, sepse dëshmia e Zotit Jezu Krisht është më e madhe se sa çdo dëshmi tjetër. Le të vdesim ndaj vetes, le të jetoj Krishtin në ne. Në fuqinë e frymës të themi, Zot e kam hedhur gjithçka te këmbët e tua. Merre ti kontrollin e jetës time. Zoti do ta bëj punën e tij, ti bëj tëndën. Nuk ka asnjë problem aq të vështirë në jetën tonë sa që Zoti s'mund ta zgjidh. Zoti është i denj. Nëse Zoti të ka folur sot, lutem, a mund t'i thuash atij Zot, un kam këtë problem me qëndrimin ndaj dikujt. Ndoshta e ke qëndrim të gabuar në martesë, në marrëdhënie, ndoshta ke qëndrim të gabuar në marrëdhënie me të tjerët, me dikë nga besimtarët, sido që të jetë. A mund t'i thuash Zotit, Zot, unë dua të bëj atë që ty të pëlqen. Nëse je i martuar, thuaj Zotit, Zot, unë do ta dua bashkëshortin tim, nëse je grua, do ta dua bashkëshorten time në rast se je burr këtu i martuar. Fëmijët e mi, familjen time, ti i ke veçuar për mua, Zot. E di që janë të shpëtuar. Dhe jepini lavdi Perëndis me martesën tuaj, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj. Le të jeni një dritë e Krishtit në këtë botë, që bota të shikojë ungjillin përmes martesës tuaj. Nëse je i pamartuar, thuaj Zotit, Zot, unë dëshiroj të të pëlqej ty. Ti mbush jetën time. Do të përpiqem që ndërsa pres të jem aktiv në shërbimin tënd. Edhe ti, Zot, e di kohën e dur. Fokusohu, ashtu siç folëm javën që kaloi, tek shërbimi Perëndis. Edhe qëllimi për të gjetur dikë është për të kaluar jetën deri në fund, jo për kurvëri. Ruaje veten të pastër. Ruaje veten të pastër përpara Perëndis. Kujdes se me Zotin nuk bëhet shaka. Them të martuarve, u them të fejuarve, u them njerëzve që janë të pamartuar sot në sallë.
Besojni Zotit, duajeni atë, keni frikë Zotin. Lejojeni atë të bekoj jetën tuaj, lidhjen tuaj, fejesën tuaj, martesën tuaj, edhe faktin që ti je i pamartuar, lejo Zotin të marrë lavdi nga jeta jote. Le të kalojmë pak momente në heshtje, unë do ta mbyll. O, atë faleminderit për këtë kohë, faleminderit për fjalën tënde. Zot, e dim që janë gjëra që në botë nuk mund t'i mësojmë dot, o Zot, por faleminderit për këshillin e fjalës. Faleminderit Zot për vullnetin tënd dhe për faktin që ti je i shenjtë. Faleminderit që gjithçka duhet i shërbejë ungjillit, dëshmisë tonë në botën e pashpëtuar. Faleminderit Zot që ato jetë njerëzish janë të ndryshuara, sepse ti i ke ndryshuar, kanë impakt në botën e pashpëtuar. Edhe bota habitet në realitetin e saj sot, ku njerëzit janë të pandjeshëm, janë mizor me njëri tjetrin. Edhe kur shikojnë çiltërsinë e bijve dhe bijave të tu, Zot, kuptojnë që aty ka një ndryshim dhe ndryshimi është i mbinatyrshëm. Zot, përdore dëshminë tonë në botë, pavarësisht nga gjendja civile që jemi, të martuar ose jo, të fejuar, sido që tjetë dikush, përdore dëshminë, që njerëzit të shikojnë dritën e ungjillit. Faleminderit për ata që hapën zemrën e tyre dhe rrëfyen problemin e tyre, ndoshta qëndrimin e tyre, motivin e tyre, në lidhje me njëri tjetrin, në familjen e Perëndis, në lidhje me njëri tjetrin në familjen e tyre personale, në lidhje me njëri tjetrin, në lidhje me gjendjen në familje, apo edhe në shoqëri, apo edhe midis kolegëve dhe miqve. Zot, falenderoj ty për të vërtetën tënde, sepse ajo është dritë. Lutem ndryshoj jetën tona sipas asaj. Dhe Zot, ashtu siç theksuam që parimi i lavdisë tënde është ai për cilin ne ekzistojmë sot, që gjithçka që jemi dhe bëjmë, le ta bëjmë për lavdinë tënde, Zot, sepse ti je i denjë dhe për këtë u krijuam. Merre këtë lavdi, Zot, nga jeta jonë. Të dua dhe lutem në emrin tënd të çmuar. Amen.